Kur do çlirohen musliman? Kur të shtëpia jote do I falin krejt 5 kohët e namazit, atëherë do çlirohen musliman. E shtëpia jote. Kështu fillon Islami. Istajibu lillahi wa lirrasuli. Allahu këtu su thot bash arabëve, o arab, përgjigjuni Allah. Ato nuk ju përgjigjen çfarë im çon. Neve krejt ben ato. Përgjigjun kur e ju thret. Wa lirrasuli. Idha da'akum kur që përgjigjeni. Ti përgjigjeni kur ju thret për ato që ju jep jetë. Kjo është filozofike shumë. Më thonë, Allahu të përgjigji se nëse ti përgjigjesh, ti do jetosh mirë, rahat, siguri, ju jep jetë. Lima yuhyikum. Pse s'kan jetë të rahatshme musliman? Se s'jan përgjigje Allahu dhe pejgamberit të tij. Shumë është e thjeshtë. Prandaj tash Allahu është shumë pragmatik në Kur'an dhe shumë I qartë është. Pjesëzakonisht është I qartë. Prandaj e pranojnë Islamin ato të tjerët. Se nuk ka në Islam komplikacione. I qartë, falë namazin, jep zakatin, agjëro Ramazanin, shkon hash në ke mundësi, thuaj la ilaha illallah, do shkojnë në xhenet. Po, ashtu I ka thënë sahabei pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ja Resulullah, nëse I bëj këto, a shkojnë në xhenet? Po, ka thonë shkon në xhenet. Edhe ai shkon tu kursi ai sahabiu, kënaqet, thotë do I bëj krejt. Muhamedi alayhis salam pastaj dini çfarë thotë? Shikoja këtë që shkoi tu kursi. Nëse I bën këto, thotë vallahi do shkojnë në xhenet. U shos puna. Vetëm përgjigju Allahu dhe pejgamberi shkon në xhenet.